Andaj dietarët zakonisht çdo përmirësim të njeriut i fillojnë nga njohja e Zotit. Dhe problemi i njerëzve që e mohojnë Zotin, vetë Zoti e përmend është mosnjohja e tij. Ta kishin njohur Zotin nuk ka një që e mohon Zotin. Po ta njohin Zotin kush është dhe nevojën që ka njerëzit për të. Për shembull tek çështja e ndjenjes së fajit, që njeriu zakonisht i bëhet burim i frikës. Qoftë për botën tjetër, qoftë për këtë botë. Kam bërë faj, kam bërë krime, kam bërë shumë mëkate, nuk më falet mua, dhe tash kjo është një presion i vazhdueshëm njeriu. Edhe s'ka një urrjes për tobe. Kjo pikërisht. Andaj ne themi se Zoti jo që i thot njeriu ka teuba për ty, por shkon më lart se kaq. Për shembull, paramendoj këtë siguri që ta ofron Islami për ballsoj frike. Në qoftë se pendohesh tek qijat shndrohen në të mira. Kush nuk e pranon këtë ofertë? Jo që të falen, ajo është e pakontestueshme, por ato të këqija të bëra në të kaluarën, në qoftë se realisht bën e kaluar dhe tashmë hap një faqe të re, Zoti ato i trajton si punë të mira. Andaj kjo është një tregti që ofron siguri. Gjithashtu tek çështja për shembull që u përmend tek çështja e shejtanit. Zoti i mëdhenuar në përmend shpesh në Kur'an se shejtani me të gjitha ato që ne mund të imagjinojmë mbetet rob i Zotit. Do thotë është në udhëheqjen e dikujt, është në dorën e dikujt. Dhe është në dorën e atij që ti ke besuar atij. Andaj ka një dietar kështu ka si një shembull nxënësve të tij. Një ditë i trajnonte nxënësit e tij se si po e kuptojnë këtë çështje e shejtanit. Dhe tha, në qoftë se jeni duke kaluar pranë një shtegu mali, dhe aty në një mal një bari po i ruan delet e tij, por ato dele po i ruajnë disa qenë të vështirë, të rrept. Dhe keni frikë të kaloni në atë shteg nga se sulmonin nga qenë. Si do të vepronit? Disa thanë do t'i bim një rrugë tjetër, disa thanë do të vrapojmë, disa thanë jo kështu. Në fund dietari tha, pse lodheni së koti? Thuani bariut mbaj qenë sa të kalojmë, dhe jeni të lirë. Andaj ai qenë që të kafshon ty është në dorën e Zotit. Thuaj Allah të më ruaj prej tij dhe kaloj lirshëm në jetën e kësaj bote. Në rregull. Okej. Po, publicitet dhe më pas.